në blerje dhe shitje, sepse duhet që ju ta merrni mbrapsht të vëshën dhe jo grosistët. Ju garantoj se do investohet çdo vit 70 milion euro në kullim, në vaditje, mbrojtje toke. Miq, ja ku është hidrocentrali i Banjës. Ai në radhë parë është vepër vaditëse. Është vepër vaditëse ndaj është ndërtuar. Dhe dytësor është energjia. Ju siguroj se potencialet e tij do të përdoren për të dyfishuar sipërfaqen e ujit në Shqipëri. Miqtë e mi, Made in Albania, prodhimi shqiptar do jetë krenaria jonë. I garantoj biznismen e Kuçovës dhe të Shqipërisë, biznes i vogël, energjia zbret nga 18 në 6 lek. Bashkitë s'do mund të vendosin kur taksa dhe tarifa më shumë se 1%. Por nga që jam këtu tek bashkitë, do të shpreh nderimin tim më të madh për ju, për degën e partë, për demokratet dhe demokratet e Kuçovës, për fitoren tuaj. Në maj të kësaj bashkie me Lefter Maliqin, ja u grabitën, ju garantoj se ligji do të veproj me forcën më të madhe para tyre që grabitën mandatin tuaj. Miqtë e mi, janë momente shumë të rëndësishme, janë 2 javë para nesh përcaktuese. Thirrja ime për secilin për jush, për çdo mbështetës dhe simpatizant tonin, le t'i shpallim këto 2 javë, javët e misionit ton, e një misioni për të trokitur në çdo zemër, për të bindur çdo qytetar se ky program nuk është program për një parti, është program për çdo shqiptar. Ky program, miqtë e mi, nga një anë kthen parat, po jo vetëm demokratëve, kthen parat çdo shqiptari që ka paguar taksa. Nga ana tjetër, ky program krijon një mundësi të re. Krijon një mundësi të re për 760.000 pensionistë që të kenë një jetë jo më siç e kishin më parë, të kenë një ushqim normal, por dhe ilaçet. Lista e ilaçeve do të jetë ajo që ka Republika Italiane. Do rimbursohet 100%. Se cili nga pensionistët dhe rrogulltit do ketë kartën e konsumatorit, do i marrin ushqimet bazë me 20% më lirë dhe do marrin mbrapsht të vëshën 450 euro, është pra sa një rrogë minimale, po thuj. Mundësi më e madhe do të ketë për çdo të ri i cili do shkollohet. Nuk do përjashtohet nga universiteti përmesatare. Do ketë për çdo të ri i cili pasi marrë universitetin do mbështetet fuqishëm për punësimin e tij. Do mbështetet fuqishëm për strehimin e tij, për biznesin e tij. Do ketë për çdo nën, motër, grua, të cilat do mbështeten fuqishëm me kredi, me grante, për të udhëhequr biznese, për të patur sukses,
por për të patur edhe bollek në familjen e vet, për të mos u detyruar kur më tu thonë fëmijëve se kjo sofër nuk mban kaq shumë, se kjo sofër është më e vogël se ç'se sa jemi ne. Nënat, motrat, gratë dhe vajzat shqiptare duhet ta kenë të qartë se Ministria e Familjes do t'jetë avokatja më e fuqishme e interesave të tyre, mbështetja më e fuqishme për to. Familje fort, ky është qëllimi ynë, po pa gra, nëna, motra të forta nuk ka familje të fortë. Miqtë e mi, pra, kjo është fushat për biznismenët, i përgjysmohet barra fiskale.